Leorta I rrezikon fëmijët e saj dhe të vëllaut me këtë veprim në komunikacion. Është ndër personazhet me të përfolura në vend. Bëhet fjalë për Leorta Jakupin, e cila është shumë aktive në rrjetet sociale me postime nga më të ndryshmet. Krahas punës në biznesin e saj, Leorta treguhet shumë e kujdesshme edhe ndaj fëmijëve të saj. Mirë po, kaq e kujdesshme nuk është treguar edhe në veprimin e saj të fundit. Derisa ishte duke u kthyer në shtëpinë nga shkolla me fëmijët e saj dhe të vëllaut, Leorta ka rrezikuar duke bërë foto në vetur derisa ishte në komunikacion. Përdorimi I telefonit është I ndaluar gjatë vozitjes, e aq më shumë kur në vetur ki edhe fëmijë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.